A jemi vetëm në këtë univers të pafund? Çdo natë, kur shohim qiellin me miliarda yje, lind një pyetje që e ka ndjekur njerëzimin për shekuj. A ekziston jetë tjetër përveç nesh? Shkenca moderne kërkon sinjale në hapësirë. Teleskopët eksplorojnë galaktika të largëta. Por 1400 vite më parë, një libër shpalli diçka që shumë kush sot po e mendon seriozisht. A përmend Kurani krijesa të tjera përveç njerëzve? Në Kuran përmenden gjindet, krijesa të krijuara nga zjarri patym. Ato nuk janë njerëz, nuk janë engjëj, janë një krijim më vete. Sipas Kuranit, ato jetojnë në një dimension që ne nuk e shohim. Kanë vullnet të lirë. Disa besojnë, disa jo. Madje ekziston edhe një sure e tërë me emrin El Jin. Kjo ngre një pyetje të thellë. Nëse ekziston një krijim inteligjent që jeton paralel me ne, a është e pamundur të ekzistojnë krijime të tilla diku tjetër në univers? Në disa ajete përmendet se Allahu ka krijuar krijesa në qiell dhe në tokë. Universi sipas Kuranit nuk paraqitet si bosh. Përkundrazi, ai përshkruhet si një krijim i gjerë i mbushur me shenja dhe realitete që njeriu ende nuk i njeh. Sot shkenca flet për miliarda galaktika, triliona planet, mundësi për ujë në planet të largët. Shumë shkencëtar besojnë se probabiliteti për jetë tjetër është i lartë. Kurani nuk i përmend drejt për drejt alienët si në filma, por ai lë hapësirë për ekzistencën e krijimeve të tjera përtej perceptimit tonë. Dhe kjo është e bësore, sepse Kurani nuk është libër shkencor, por shpesh përmend realitete që njerëzimi i kupton me kalimin e kohës. Agjenci hapësinore si NASA kërkojnë shenja jete në planet të tjerë. Teleskop gjigant analizojnë atmosferat të largëta për gjurmë ujë. Robot janë dërguar në Mars për të kërkuar prova mikroskopike. Deri tani nuk ka prova të qarta. Por kërkimi vazhdon. Edhe pyetja mbetet e hapur. A do ta zbulojë njerëzimi një ditë se nuk është vetëm? Ne shohim vetëm një pjesë shumë të vogël të spektrit të dritës. Nuk shohim valët e radios, nuk shohim rrezet infra të kuqe, nuk shohim shumë realitete që ekzistojnë përreth nesh. Nëse ekzistojnë dimensione që syri ynë nuk i percepton, a është e pamundur që të ekzistojnë krijesa që jetojnë në forma që ne nuk i kuptojmë? Koncepti i gjindeve në Islam pikërisht këtë sugjeron. Realiteti nuk kufizohet në atë që ne shohim. Ndoshta pyetja nuk është, a ka jetë tjetër? Por, a jemi ne gati ta pranojmë se universi është më i madh se sa imagjinojmë? Kurani na fton të reflektojmë mbi qiejt dhe tokën, jo për të friksuar, por për të zgjeruar mendjen dhe zemrën. Edhe ndoshta një ditë njerëzimi do të zbulojë diçka që do ta ndryshojë përgjithmonë mënyrën si e shohim veten. Deri atëherë, pyetja mbetet e hapur. A jemi vërtet vetëm? Nëse kjo video të bëri të mendosh, abonohu për më shumë tema si kjo.